Kombëtarja e Kosovës në basketbol për meshkuj ka fituar me rezultatin 99-84 ndaj Shqipërisë në ndeshjen e vlefshme për fazën paraeliminatore të botërorit 2029. Takimi i zhvilluar në patrin e sportit Qasim Dervishi në Shkodër u dominua nga minuta e parë deri tek e fundit nga kosovarët që merituan suksesin e parë në grupin C. Dominimi i Kosovës u pranua edhe nga trajneri i Shqipërisë. Është historia dhe është emocion i veçantë për këtë histori që është. Megjithatë nuk ishte mënyrën më të mirë që ne do të dëshironim. Gjithsesi, uroj ekipin e Kosovës, realisht bëri një lojë më të mirë se sa ne, tregoi edhe eksperiencën që lojtarët e tyre dhe ekipi i tyre ka kundrejt ne. Të drejtën e nisëm shumë dobët edhe kjo na ndikoi gjatë gjithë ndeshjes më pas. Ne ishim gjithkohës në ndjekje, edhe ti je gjithkohës në ndjekje, është çik e lodhshme fizikisht, po e lodhshme edhe psikologjikisht. Neve duhet ta kishim nisur më mirë, po fakti tregon që ndeshjet në shtëpi po i nisim pak më dobët, sepse ndoshta mos eksperjenca këtyre djemve të ri ose emocionet brenda në shtëpi kundrejt tifozëve që sot ishin dhe i përshëndes dhe i falenderoj shumë për mbështetjen, pavarësisht se nuk ja kthyem dot, po i bën që djemt tanë ndoshta të frenohen ose të mos dalin në lojën e tyre. Sigurisht që emocionues jo vetëm në sport, po çdo gjë që ka lidhje me Shqipërinë, kosovarët kanë emocione. Mirë po, siç e patë edhe jo, ekipi i Kosovës mendoj që 40 minuta ka qenë më i mirë në parket se ekipi i kombëtarëve të Shqipërisë. Mendoj që ky rezultat ka qenë një punë jashtëzakonisht e madhe e lojtarëve të Kosovës, të cilët kanë kvalitet jashtëzakonisht e madh, kanë eksperiencë e madhe, jo vetëm kombëtare, por edhe ndërkombëtare, dhe për atë arsye dhe ky rezultat. Ky është suksesi i parë i Kosovës në grup, ndërsa për Shqipërinë humbja dytë në dy takimet e zhvilluara. Kombëtarja Kuqëzi do të luajë një ndeshje në mars në Shqipërinë e Slovakisë dhe një në Korrikë në Prishtinë e Kosovës.